kohumbës, po fitues, le të themi. Atëherë, Mimoza, nëse mundem shkort për 1 minutë pak, po besoj e keni diskutu ju edhe dje, por nga diskutimet që realisht po ndodhin nga partitë politike dhe nga njerëz të ndryshëm, pse kush është fitues dhe kush nuk është fitues, por ne jemi shpesh këtu me thonë edhe pak realitetin, sepse mbi të gjitha përmendje edhe Beka, cili është realiteti sot. Pra, nëse e marrim edhe e shohim, unë e kam dhënë 3 çështje krejt këtë situatë analizës në këtë hartën që jo e keni publiku dhe situata është kështu sipas meje. Pra, lëvizja vetëvendosje nga 12 komuna që është balotazh, ka fitu në 4 për tyre, nga 4 së keshte ka shku në 7. Pra, kjo është realiteti, e para. E dyta, Lidhja Demokratike e Kosovës ka humbë 2 komuna. Megjithëse ka marrë kryeqytetin, ka humbë 2 komuna, të cilat historikisht kanë qenë me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe është Fushë Kosova dhe Obiliqi. Pra, shtoja këtu gjithashtu Partinë Demokratike e Kosovës, e cila i ka humbë 2 komuna, kur po thomën e i ka humbë 2 komuna, është Mitrovica dhe unë Drenasin e llogariti për shkak të problemeve të tyre të brendshme, të cilat ata mund të sqarojnë në një rrethon tjetër, po situata e sotshme për cilën ne po flasim është mango 2 komuna. Dhe nëse themi një lloj fituesi tjetër nga kjo situatë është edhe Aleanca për Armiqnin e Kosovës, e cila përveç lëvizjes vendosje pra që ka shtu komuna, i ka mbajtur të gjitha komunat ekzistuese. Pra, nëse e marrim në hartën e përgjithshme të Kosovës, edhe Aleanca përveç lëvizjes vendosje që ka shtu nga 4 në 7 komuna, i ka të gjitha komunat, edhe pse janë 5. I ka mbajtur të gjitha. Kjo është e para. E dyta, që unë du me ndo, edhe që shekum pa shtrimjen reale në Kosovës, është që 7 rajonet e Kosovës ju ndo ndërmjet 4 subjekteve kryesore. Lëvizja vetëvendosje i ka 2 prej komunave të mëdha që janë 7 rajonet e Kosovës, e ka Gjilanin dhe kësaj radhe Mitrovicën, Lidhja Demokratike mban kryeqytetin dhe e ka Pejën, Partia Demokratike Prizrenën dhe Ferizajn dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e ka komunën e Gjakovës. Pra, nëse marrim edhe e bëjmë këtë analizën 7 rajoneve, i bie kështu që parafërsisht rajonet janë nda të 3 subjektet kryesore dhe Aleanca mbetet aty këto. Dhe e fundit që po du me nda si çështje, është që shumë kalon përshtypje kësaj radhe koalicionet natyrshme dhe panatyrshme, të cilat ndodhen në momentet e fundit, dhe si rezultati asaj nuk sollën askund sukses te ata që ishin në vendin e dytë. I vetmi në vendin e dytë, në të gjitha komunat që kanë qenë në balotazh dhe ka fitu edhe pa koalicion, është Obiliqi, zoti Thaçi, Halil Thaçi, i cili ka fitu si i dyti. Të gjithë të tjerët që kanë qenë të dytët në të gjitha komunat e Kosovës kanë humbë. Megjithëse ne kemi pa do koalicione jashtëzakonisht interesant, po nuk kanë funksionu as koalicionet PDK, LDK, as Mitrovic, as në Gjilan, as koalicioni lëvizjes vendosje me grupin e Xhafer Tahirit në Vushtri, as në Dragash Partia Demokratike me lëvizjen vendosje, e tjera as në Junek. Dhe kjo si elementi tretë që unë i listova 3 çështje të cilat unë i kam pa për këtë pjesën e parë në këtë situatë. Pra, qytetarët nuk kanë votu, megjithëse ata kanë qenë, kështu le të themi, kushtimisht në presionin e partive politike, po kjo bjen që ata nuk i kanë dëgjuar vetë partitë politike. Fillim edhe juve pyes, megjithëse sonte ju kanë ftuar të bëjmë një analizë më